me ranin e ditës e kemi pikën e 11, këtë pikë e ditës e kemi njoftimin nga sekretariati se prokuroria Muma e tij shqipërkohet në Prokurorinë Themelore në Gjilan pensionohet me datë 11 maj 2025. Andaj konformitet 26 ligjit për Këshillin Prokurar të Kosovës duhet të dërgojmë emrin e saj te presidentja për lirim nga detyra për kësaj date. Kush është atë skem është çështje ligjore, veç kush është për kundër abstenim nuk ka. Konstatojmë se Këshilli mori vendim për lirim nga detyrat prokurorit të shtetit Muma e tij për arsye të arritjes së moshës së pensionimit. Prandaj kalojmë në pikën e 12 anë e ditës. Në pikën e 12 anë e ditës e kemi formularin për hartimin e ankesa për shkelje disciplinore. Konform rregullorit 05/2019 për procedurën disciplinore të prokurorëve, neni 5, paragrafi 2, përcakton se vjen. Këshilli harton një mosë për hartimin e ankesa, e cila do të publikohet në web faqen e Këshillit. Kjo mosë do të jetë në dispozicion dhe në kopje fizike në gjykatë në prokurori dhe Këshill. Mosta nuk është obligative për falet. Siç e keni parë, formulari ka hapësirë në dhënat personale të parashtruesit të ankesës, subjektin e ankesës, informacion lidhje me çështjen për cilën paraqitet ankesa, hapësirë për përshkrimin e shkeljes së supozuar disciplinore, dhënat mbi dëshmitar të rastit të provat për të cilat bazohet ankesa, si dhe njoftimin për rrugën e konfidencialitetit të informacionit. E keni marrë me materialin pikat e një ditës, nuk kom pranu në një koment, sepse nështë arësë është përfu, mirë po sot mund me dhonë në koment me plëtsua, apo me dhonë në përpëzim tjetër. A dishën dikush me marrë fjallin? Jo është obligim bas ligjit, që të është desh me kujnë dështë ta ma herët. A kemi në përpëzim tjetër s'ka, atëherë votim pra këtë formular të ankesave, besoj që i plëtsot gjitha elementet, që nuk është obligative, thash për fort, herën votim kush është për aprovimin e këtij formati, mosë për hartimin e ankesave. Kundër, abstenim nuk ka. Konstatojmë se me 11 vota për, Këshilli ka aprovuar formatin e formularit të ankesave për shkelje disciplinore të prokurorit të shtetit, i cili formular do të publikohet në web faqet e Këshillit. Kjo mosë do të jetë në dispozicion edhe një kopje fizike në objektet e prokurorive dhe Këshill. Mosa nuk është obligative për falet. Falet konformimit 14 paragrafit të ligjit për Këshillin Prokurar propozoj që pika në vazhdim të trajtohet me dyert të mbyllura. Kush është për? Faleminderit. Unë do të kërkoja që këto pika mos trajtohen me dyert të mbyllura, por të arritëm vigjilentën të mos përmendni me emra, sepse është në interes edhe timin personal, por edhe të palëve të jashtme, që të informohen me zhvillimet e fundit lidhur me këto pika që do trajtohen. Performanca është obligative për dyert mbyllura, profesor. Performanca, jenë të performanca. Atëherë kush është për dyert mbyllura? Kush është kundër? Kush abstenon? 2 abstenime, 9 vota për. Atëherë për 5 minuta besoj që teknika e mbyll seancën edhe vazhdojmë me dyert mbyllura.